Një mesazh mund të arrijë për këto shenja pikërisht kur nuk e presin. Ndonjëherë nuk është një ngjarje e madhe ajo që ndryshon gjithçka, por një mesazh i vetëm që vjen në momentin e duhur. Mund të jetë një telefonat, një fjalë, një ide apo një kontakt që shfaqet papritur dhe krijon një ndjesi që diçka po ndryshon. Astrologjia sugjeron se ka periudha kur energjia favorizon komunikimin dhe sinjalet që vijnë pa paralajmërim. Kjo nuk është rastësi. Për disa shenja, kjo periudhë mund të sjellë një moment ku një mesazh mund të hapë një mundësi, të ndryshojë një mendim ose të japë një drejtim të ri. Pyetja është, a do jesh i vëmendshëm për ta dalluar këtë mesazh kur të vijë? Dashi. Energjia e kësaj periudhe mund të sjellë një komunikim të papritur që lidhet me një situatë që ke në mendje prej kohësh. Një mesazh ose një bisedë mund të bëjë të kuptosh diçka që nuk e kishe parë më parë. Mund të jetë një person që rikthehet, një ide që lind gjatë një bisede ose një informacion që ndryshon mënyrën se si e sheh një plan. Astrologjia sugjeron se është momenti mirë për të dëgjuar me kujdes dhe për të mos reaguar menjëherë. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti, mund të kuptosh se ky mesazh ka më shumë rëndësi nga sa duket në fillim. Peshorja. Një situatë që lidhet me marrëdhëniet ose bashkëpunimet mund të marrë një kthes përmes një mesazhi që vjen papritur. Një bisedë e thjeshtë mund të japë një perspektivë të re për një situatë që ka qenë e paqartë. Energjia astrologjike sugjeron se është momenti mirë për të dëgjuar dhe për të reflektuar përpara se të marrësh një vendim. Një person mund të japë një sinjal që nuk duhet injoruar. Nëse analizon këtë komunikim me qetësi, mund të kuptosh se ai mund të ndihmojë të krijosh më shumë qartësi në një situatë të rëndësishme. Britsjapi. Një komunikim që lidhet me punën, një projekt ose një plan financiar mund të vijë në mënyrë të papritur dhe të bëjë të reflektosh ndryshe. Një ide ose një ofertë mund të duket e vogël në fillim, por mund të ketë potencial më të madh. Astrologjia sugjeron se është momenti mirë për të analizuar çdo detaj dhe për të mos e neglizhuar një mundësi që shfaqet papritur. Një mesazh mund të jetë pikërisht ai që të ndihmon të shohësh një drejtim të ri. Nëse e merr seriozisht këtë moment, mund të kuptosh se ai mund të ndikojë në mënyrën se si zhvillohen planet e tua. Peshqit. Intuita mund të luajë rol të rëndësishëm në mënyrën se si e interpreton një mesazh që vjen papritur. Një situatë që lidhet me një person të afërt ose me një plan personal mund të marrë kuptim më të qartë përmes një komunikimi të thjeshtë. Energjia astrologjike sugjeron se është momenti mirë për të dëgjuar jo vetëm fjalët, por edhe ndjesinë që ato të japin. Një mesazh mund të bëjë të kuptosh diçka që ke ndjerë prej kohësh, por nuk e ke pranuar plotësisht. Nëse i beson intuitës dhe nuk e injoron këtë sinjal, mund të kuptosh se ky moment ka një rëndësi të veçantë për ty. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën mesazh nëse mendon se diçka e rëndësishme mund të vijë për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.